Burim Qabone, unë jam një 19 vjeçar I cili e konsideroj veten si fans të muzikës, specifikisht hip-hopit, edhe jamoj kogja vetës që di për këtë punë edhe pse kogja I ri në moshë. Unë përgjithsisht pajtona me pikpamjen tane për muzikën, hip-hopin shqip, dhe t'i respektoj kritikat dhe mendimet deri te pjesa kur fol për ledrin. Okej, edhe pse edhe vet pajtona që muzika trendy edhe fast food nuk është më e mira që mundet me u servu, kur një artist e ka aftësinë që për dekada me qëndru në maje të industrisë duke I bo të dyjat, edhe rau hip-hopin edhe muzikën komerciale. Atëherë, a nuk po e vërtetën në një mënyrë aftësinë e tij të një artisti, unë menoj që përveç shumë kritereve për vlerësimin e një artisti, sidomos një reperi, si wordplay, storytelling, përmbajtja e tjerë, njëra prej tyne duhet me qenë edhe aftësia për me qenë versatil si artist. E qërët ashtë, qitohen e kom se pata njetë me bo recension hitësët, po e lexova tu dol në teren, u merë që ky mesazh edhe e lexova, që kena me bo tash, kena me lëshu që canin e ri të ledrit e pat me Adionin, që shë pat e pasin qito, ledrit, Adionit, Kreshës edhe Lumi B, e kum pas plan me react ndërkohë gjatë javës tjetër, ose potencialisht e kisha arru krejt, s'kisha react heq, po ma kujtove dhe mirë bone, hajde të ngojna një herë dhe flasim ma gjërësisht tani edhe për qato komentet e tua. Okej, treshja e plot projekteve tjera plus Adioni. Menoj si ledri është në hapësirën e vet ma komode këto. Me loj fjallësh, metafora e ponqa slik, sigurisht që ti ledrit ju ka referua dhe komentu si që unë ka shkruj. Po, nëse flasim për qitë verzion të ledrit, absolutisht menoj që është shtiri arritshëm, që shpo e nënvizon edhe në që trek, këtu menoj që I outshine të tret bile. Edhe pse Kresha dorën zamër e pat qatë, mami ven aki, do këtë ven aki, kur unë e hi, thujëm venalia, qysh ta bre. Kritikat ma të mdoja unë për ledrin I kom të mënyra qysh qasët kur e ka një këngëtare gërum projekt. Qoft Gjensilën, qoft Elvana Gjatën, qoft Era I Strefin, gjithmonë e ka një tendencë me ndru zhanër ose thjesht me dal për te asaj që ka din me bu mas miri për me rriq ose unë të paktën e kom përshtypjen, audienca ma të mëdhaja. Nëse e marrim Kreshën shembull, në të njëjtat kushte, në të njëjtën situatë, gjithmonë e bën senin e vet pa marrë parasysh kush është në feature edhe çfarë mesazhi ka konga, çfarë tendence ka konga, çka po dën me arrit që ajo kong. Përndryshe kjo ke dinjitoze, për nga përmbajtja menoj që këto ledri e pat versin më të fortin, tu e pasu pe I Kreshës mas nej, Lumit edhe në fund Adionit, prej Adionit prita ma shumë, tu e marrë parasysh që e ka pas një mundësi tartë me qenë me të njëjtin projekt, me tremrat mëdhaje që mundet me qenë edhe breakthrough për të, sidomos masi po e ngon ledrin e Kreshën me të natë strukture, delikates, rimime, kisha prit që me pas ma shumë wordplay, tu e marrë parasysh që krejt konga e pat qëtë qasje dhe qëtë natyre edhe vlumi për bën senin e vetë definitivisht. Që kjo, that's it, unë po pajtona me ty, definitivisht, që ky ledri është verzioni më I mirë I ledrit që e marrim, mirë po dami që e shkakton në projekte tjera menoj që është shumë I madh dhe mas nej kur na servon ma shpesh qasi sene shumë let e ki me harru që të pjesën që e bën për hatër, le të themi për hatër të kulturës edhe të hip-hop hedave edhe njerëzve që e përcjellin hip-hopin edhe ju pëlqen një qasje e tillë në për bita e ledrit. Ej, mos harroni, te Pozhegu Brothers, I gjeni krejt ofertat ma të mirat patundshmërisë, vizitojeni pozhegubrothers.com. Qika që bëjmë, unë jam Burim Pacolli, vazhdoni me më shkru vazhdimisht, qoftë zdo me thonë tash me më shkru veç për problematika komunale, I lexoj kejt mesazhat, qoftë për edhe për problematika komunale normalisht, po edhe recensione muzikore, kritika, lavdata, mesazhe, rekomandime, çka do që ju vjen mendje.